Ortakët e kompanisë Finam SHPK janë përfshirë në një konflikt të ashpër për ditën e sotme, menjëherë pas përfundimit të mbledhjes së asamblesë së shoqërisë. Sipas burimeve, ortaku me shumicën e aksioneve, Hidayet Ismailaj, së bashku me djalin e tij, Florid Ismailaj dhe truprojat, dyshohet se e kanë dhunuar fizikisht dhe kërcënuar me jetë Sokol Agalliun, djalin e ortakes tjetër të kompanisë. Kjo e fundit rezulton të jetë motra e Hidayet Ismailajt. Burime pranë ngjarjes bën me dije se përplasja ka ardhur pasi Agalliu kishte zbuluar një mungesë prej rreth 500 milion lekësh të vjetra nga arka e kompanisë, si dhe pretendime për përvetësimin e 750 metër katror sipërfaqe pranë manastiri Resort. Pas incidentit, Sokol Agalliu është transportuar në spital ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Finam SHPK zotëron aksionet e disa kompanive të njohura, mes tyre Alpstar SHPK, Manastiri Resort, Arena Center SHPK, si dhe shoqëri të tjera që operojnë në sektor të ndryshëm.